E marta e 13 e pelegrinazhit në Kishën e shëndohet në Laç mbledh qindra mijëra njerëz nga të katër anët e vendit, madje edhe për te kufive, pikërisht për të prekur nga afër gjurmët e shenjtit. Nuk është thjesht një neurozë kolektive siç mund të mendohet, ndërsa shef vargun e pashkëputur ngjitur me njëri tjetrin sa në shkretën e ardhjeve të kodrës së kishës së shenjtë mbi qytetin e Laçit. Unë jam e shoqëruar me mamin dhe babën. Lutem për çdo vit, për mbarësi. Furgonët, autobusët, gjithçfarë targash e markash i sjellin një lumë njerëzish nga viset verilindore, por dhe nga Tirana, Ukrainë, nga Tygore, madje edhe nga Kosova e Maqedonia, reket të bëjnë punën e xhirën e muajit. Duke u arritur qershorit, numri pelegrinëve vjen gjithnjë në rritje për të arritur në shifrën 1 milion njerëz në 13 qershor të çdo viti. Tregtarët pohojnë se këtë tendencë shitja e qenjeve ka kaluar të 500.000 herët në mëngjes për të arritur në afër 4 milion në orët e vona të darkës. Sepse ky vend është vend i shenjtë, edhe për marrësi dhe për lumturi, familje, jetë. Rritjet e forta e kërkojnë që gjithçka ta nisësh dhe ta bësh në këmbë duke filluar nga Roza e Kodrës. Si fillim i vend pushues në formën e shpinës ku mendohet të ketë pushuar shenjti. Diku më lart vën këmbën në një shkëmbë të bardhë, vogël ku duket forma e një gjurme, më tutje e vrima në formën e syrit të një gjurme kali, të gjitha të menduara si shenja të shenjtit. Mijëra njerëz të heshtur kryen rritje dhe vendosin qirinj. Mund tutje rrugës bledhin kuralec, ndërsa në çdo kacube të shohësh rroba të hedhura për kismet. Më tutje mesha e shenjtë në kishën në majtë të Kodrës, ndërsa rriti i fundit kryet tek shpella e Shënvllashit. Në përbërje të këtij kompleksi gjigant diku në këmbë të shenjtores përballë Kalas Sebastes është dhe një shpellë e veçantë. Kryeqytetasi por dhe gjithë banorët e vendit e njohin mirë këtë vend. Më 13 qershor mijëra njerëz flen atje. E megjithatë njerëzit e gjenin shtegun për tek shenjti. Aty ku falen muslimanë katolik pa dallim feje. Tash ditë është tani. Trabaj qershor. Dhe këtë gjësia e frekuentojmë çdo vit, çdo vit. Po vim edhe çdo të martë, për shembull si ka të martët e vetë tani. Dhe jemi shumë të gëzuar se frekuentojmë gati se të gjitha fetë. Pa preshën për shembull katoliku, muslimani. Kësaj fenomeni shëndoi deri diku mund të kuptohet por kurrë nuk mund të shpjegohet. Nderimi i tij është fenomen fetar apo popullor. Miliona njerëz janë miqësuar aq shumë sa nuk mund të jetojnë pa të. Këtë e dëshmojnë edhe vetë banorët e zonës, së cilët pohojnë se në vitet e fundit numri i pelegrinëve është shtuar shumë dhe shumë. E vetëm këtë 13 qershor janë parë njerëz si kurrë ndonjëherë. Banorët thonë se jeta e vështirë, problemet e shumta që sa vinë shtohen, i drejtojnë çdo ditë më shumë mijëra njerëz drejt këtij vendi ku i luten shenjtit në ndihmë. E numri i tyre vetëm në natën e 12-13 qershorit thonë se i kaloi 1 milion.